nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Uroj që të jeni mirë dhe uroj që të keni qenë dhe të keni kaluar mirë këto ditë dhe në këtë mesjavë, të keni qenë një fillim jave, një vazhdim jave sa më këndshme dhe sa më pozitive për të gjithë ju. Ne ritakohemi sërish në puntatën e radhës Horizon. Pra unë jam Leonardi këtu live nga studio qendrore në Gjermani, ku do kemi emisionin e radhës Horizon me një ftuar i veçantë që do prezantojmë pas pak, me të cilin do përpiqemi të bashkëbisedojmë për shumë çka, sepse është një person që pluralizmin demokratik e ka larë me gjak që në moshë të vogël, kështu që do përpiqemi të kuptojmë diçka se sa si është mbas 30 sa viteve sot demokracia apo pluralizmi demokratik, a kemi pluralizëm demokratik apo pluralizëm të mendimit. Gjithsesi, duke shpresuar që ju jeni pranë valve të Window Radio dhe ne të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin, unë ju rikujtoj të gjithë dëgjuesve, sidomos dëgjuesve të rinj, mundësitë se ku mund ta ndjekin Window Radio, pra emisionin që jemi tani live, apo edhe muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi, e cila është 24 në 7. Pra Window Radio mund ta ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku aty ju mund të ndiqni aktualisht emisionin live, po ashtu dhe muzikën, sikur thash, të përzgjedhur, që është 24 në 7, por në këtë website ju mund të lexoni edhe informacionin e fundit apo nga fusha të ndryshme që ne përpiqemi të informojmë dhe të japim informacione nga politika, fushat sociale, kultura, sporti, bota etj. Pra përpiqemi që të jemi sa më realist dhe sa më koherent me informacionin. Po ashtu Window Radio mund të ndiqni edhe përmes aplikacioneve, platformave ndërkombëtare, pra platformat më të mëdha globale të transmetimit të radiove, ku jemi po them ndoshta vetëm radio shqiptare që transmetojmë në këto platforma, pra është Radio Box si dhe TuneIn. Ju mjafton që të keni njërin nga këto platforma të shkarkuara në programet tuaja si në Apple Store, si në Android, dhe aty ju ndiqni emisionin live, po ashtu ndiqni edhe, sikur thash, muzikën. Po ashtu ju mund të ndiqni edhe përmes platformës Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot shqiptare, pra kudo ku është shtrirë troje shqiptare, pra ku janë radiot e Kosovës, Shqipërisë, pra është platforma më e madhe e radiove shqiptare, pra dhe këtu ju mund të na ndiqni pra njëjta procedurë, mjafton që ju të shkarkoni këtë aplikacion. Po ashtu edhe në Google Search ju mund të kërkoni windowradio.de, është njëjta gjë live aty dhe ne jemi live, po ashtu edhe përmes faqes zyrtare të Facebookut windowradio.de, dhe aty ju mund të na ndiqni në emisione live. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot apo kanë dëshirë që emisionin ta ndjekin, ne jemi në 2 ritransmetime, pra jemi në ritransmetim sot në orën 21 me orën e Amerikës apo në orën 3 pas mesnatë me orën tonë, pra me orën evropiane, po ashtu nesër në drek do jetë në orën 13 ritransmetimi, pra gjithmonë me orën evropiane ritransmetimi në radio, pra gjithmonë ritransmetimi bëhet në radio, pra përmes këtyre platformave që unë se kam më lart. Po ashtu emisioni do jetë nesër edhe në YouTube, në faqen zyrtare të radios Horizon Window Radio hapësirë.de, pra është faqja zyrtare e YouTube-it e jona, ku ju mund të bëni një subscribe, që të keni mundësi që të vinë njoftimet apo të ndiqni të gjitha emisionet që ne kemi transmetuar deri tani, pra është emisioni i sotëm dhe emisionet paraardhëse. Pra këto janë disa mundësi, është një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë program Android, pra që kanë pajisje me Android, edhe aty mund të ndjekin Window Radio, pra të shkarkojnë dhe mund të ndjekin përmes kompjuterit, telefonit, tabletave apo çfarë do pajisje që kanë me programin e Androidit.
Të gjithë miqve do kërkoja pa i shqetësuar me dëshirën e tyre, nëse kanë dëshirë apo kanë mundësi, mund të bëjnë një shpërndarje të Facebookut në faqet e tyre të Facebookut apo nëpër grupe të ndryshme në rrjetet sociale që ata janë të antarësuar, që të kemi mundësi për të patur sa më shumë bashkëbisedues me njëri tjetrin dhe të kemi sa më shumë dëgjues të rinj që të na ndjekin edhe përmes rrjeteve sociale, pra kjo është gjithmonë në dëshirën tuaj, por besoj që është diçka pozitive që ne të kemi një audiencë dhe të kemi njerëz miq sa më shumë, sepse Window Radio nuk është as një pronarit, nuk është as kuj, Window Radio është vetëm e dëgjuesit dhe ne do përpiqemi që të jemi sa më transparent dhe të jemi totalisht mendim i lirë dhe pa censur për çdo kënd që ka dëshirë të thotë diçka, për çdo kënd që ka një zë për të thënë, për çdo kënd që ka për të treguar një histori, pra ne do përpiqemi të jemi gjithmonë vetëm për dëgjuesin dhe sepse dëgjuesi është mbretja dhe ne jemi shërbëtorët dhe aq sa të dimë dhe të mundemi, do përpiqemi që të shërbejmë në maksimum. Pra, të nderuar miq, unë mos të zgjas me monologun tim, sepse ju siç e dini nuk jam shumë i mirë në monolog, por më duhet të bëj këtë prezantim sepse po mos të ishte që do më duaj edhe këtë do e shmangja. Sikur thash, sot ne kam një të ftuar të veçantë që është për herë të parë në Window Radio dhe sinqerisht jam mallum për herë të parë në komunikim me të ftuarin. Pra e kam ndjek, e kam lexuar përmes rrjeteve sociale, jam përpjek që të kuptoj diçka nga jeta e tij, nga historia e tij, pra sikur e thash, është një person që ka kontribuar në maksimalisht që ne sot të flasim lirë dhe që ne sot të themi mendimin e lirë, sepse që në moshën nga adoleshencës, që në moshën 16 vjeç, me sa kam lexuar unë, por do na shpjegoj edhe vetë i ftuari, me fjala ai ka qenë i plagosur në demonstratat e 2 prillit të vitit 1991, pra në atë periudhë 16 vjeç, ai ka qenë i plagosur, pra ka pasur jetën e fije të perit dhe për çfarë, për të sjellë pluralizëm demokratik, për të sjellë ndryshime të mëdha në Shqipëri. Por sot, mbas 35 viteve, nuk e di a jemi në demokraci apo ku jemi, kështu që do përpiqemi, i ftuari është edhe një person tjetër publik i cili mendimin e vet e thot hapur, e thot pa censur dhe flet pa frikë dhe hyn ata njerëzit e rrallë që nuk është nënstërehen e askuj, por përveç se kompromis ka të vërtetën. Atëherë unë të ftuar sot dhe kam të nderuarin Haris Morana. Zoti Morana, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë që u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Unë të jam mirënjohës që më nderove sonde në emision dhe shpresoj që do kemi një bisedë sa më të hapur, sa më të çitër, që të kuptojmë diçka më shumë edhe të diasporës, qoftë për jetën tuaj apo për demokracinë shqiptare dhe sidomos këtë periudhën e fundit që sinqerisht nuk po kuptohet se a jemi demokraci apo çfarë jemi. Unë, si ti theksove pak më përpara, do mundohem me thonë çka di edhe sa di me pastërtinë më të madhe. Mirënjohje. Shiko, do më lesh bëjmë bisedë të thjeshtë, pra të flasim Harisi dhe Leonardi, pa këto titujt zoti, zotriu, këto, do të bëjmë një bisedë sa më miqësore. Kënaqësia dhe më. Faleminderit. Dhe do doja një prezantim të shkurtër për kush është Haris Morana, për një dëgjues që nuk u njeh apo që është për herë të parë duke ju dëgjuar. Pra një përshkrim të shkurtër të jetës tuaj, të historisë tuaj. Haris Morana, intelektual shkudron, i diplomuar në 3 fakultete, nga të cilët 2 në Shqipëni edhe 1 mbaton oqeanit, 16 vjeçar i plagosur në revoltat e Shkodrës, si jo pak bashkëmoshtar të njëjtë asaj kohë, jo vetëm bashkëmoshtar, edhe më të mëdhej, ndoshta edhe më të vegjël se unë, që përkrahem një demonstrat, një revolt popullore në atë kohë, me atë shpirtin e të lirë, me zemrën plot, ndoshta pa ditë zhvillimet si do merrnin mbrapa, por edhe mosha të bën me kënë trim, me fjalë. Ajo mosh nuk ka barrierat e frikës, Leonard. Patjetër, mosha adoleshencës normalisht.
Po Aris. Unë s'pari herë desha me do 2 fjalë për të zotin e shtëpisë. E mi obligimet e të rrim moral që me falenderu Radio Indo edhe specifikisht edhe emisionin Horizont cilin i Leonard drejton. Në bisedën paraprake pyeta, kjo është për dëgjuesit edhe për miqtë e dashamirë të radios, pyeta zotin e shtëpisë, i thoshë Leonard, politika territoriale, i thoshë, a ka kjo radio, thoshë, unë jam njeri i prirën me fol atë shka mi. Arris më tha, e kam ngrit me mund e me sakrificat mia të familjes teme, pa i shtri dorën kërkujt, e pa unë detyruar për kërkën. Pra me çka dush me thonë, mundesh me e thonë. Edhe kjo i ban mirë Leonardit edhe medias që ai sot drejton. Komuniteti shqiptar atë thirrje për shpërndarjen gjanë më të vogël që mund të bëjmë. Komuniteti shqiptar atë thirrje për shpërndarjen e linkut edhe të adresave ku mund të niqet radioja është detyrim moral që me e bë. Të jam njës. Për drejtuesin edhe për radion. Për më tepër mami, për çka do ndaj me Leonardin edhe me ju miq njeks, do mundohem me thonë gjithmonë të vërtetën, ashtu siç Leonardi theksoi, edhe atë sa di, sepse monopolin e të vërtetës nuk e ka kërkush, por unë do tham vërtetat e mia atë sa di. Harisën t'jam mirënjohës për fjalët e ngrota, por sidomos për suportin dhe për mbështetjen, sepse ne ka media pafund shqiptare, sigur se ka televizora, media fonike apo të shkruara, por dëshira është që ne të kemi mundësi, aq sa të mundemi dhe aq sa të kemi kapacitet, si e thonë, sepse nuk është e lehtë, por duam të paktën të ruajmë vetëm një gjë që unë dhe miqtë e mi nuk bëjmë kompromis, është që të jetë totalisht pa censurë dhe mendim i hapur. Pra sepse, si thash, nuk është puna për të bërë media, kjo nuk është media për biznes, por kjo është media thjesht për të dhënë mundësinë që të flasim sa më hapur dhe të jemi njerëz pa censurë, sepse vërtet është e nevojshme. Gjithsesi, unë jam mirënjohës për gjithçka, por do doja prap duhet të gërmoj apo të kërkoj diçka më tepër për Arisin, pra kush është një veprimtari e jotja politike, publike, në këto, po themi, që nga 91-shi këtej, po themi, sepse okej, unë kam lexuar dhe i di, po gjithmonë flas për dëgjuesin. Atëherë, pinjoll i 2 krave familjesh të përzekutume, si nga jem mam, e si nga jem atë. Muranajt, mund të përmeni Agjen Zef, i dënum me 10 vjet burg politik për tentativa ratisje, mund të përmend Agjen Mark, i cili është i dekorum nga kisha, nga Arqipeshvia, nga kisha katolike shqiptare për suportin si i parë individ që shkoi mori Dom Simonin në shtëpi edhe shoqënoi duke ju bë barrierë të ziqeve për me dhënë meshën e parë. Mund të përmend gjyshin nga nana Vasil Vaskalin, i dënuar me dekada burg për agitacion e propagandë, e si dardha që vjen në dardh, edhe unë nuk kisha ku me shku, pa ken konservator me prirje të djathta. Nëse e djathta mandej do e shtjellojmë që na ka zhgënjur jo pak herë në Shqipëni. Si i tillë në vitet 90-91, kur fillune, ishte pjesëmarrja e parë, ka qenë në mjekin që duke fillu të vjetori, duke fillu të janari, datat e mëdha të Shkodrës, pastaj hapja e kish në mallin nanor, mesha e parë që ju marrë të varrezat e rrmajve, pikërisht përballë shtëpisë të Aqës. Edhe pjesëmarrës dhe pjesëmarrës aktiv të ndonse me mosh të re, viles mund të tham të vogël. Këto kanë fillimet e pjesëmarrjes edhe
mund të them njësitë e para politike të një adoleshenti në shpërthim. Pastaj erdhi Nalltënishi, erdhi revolta e madhe, masi morë me vesh që zgjedhjet u manipulune dhe u fitune prap nga partia në pushtet. Shkodra reagoi, unë si i ri gjimnazist reagova bashkë me shok e miq plot, nuk ishte kurajo e individit, po ishte kurajo e një qytetit tonë, për ma tepër e brezit tem që si se theksova ma sipër, brezi që nuk njeh frikën, brezi që gjithmonë ka bërë ndryshimet. Pjesëmarrja solli plagosin, me plagosin edhe me vujtjet shëndetësore nuk po mërzis dëgjuesit tuaj, nuk ka kënë e vogël, sepse plaga plumin ka kap në gjoks, me fjalë, edhe duke më kap në gjoks 16 vjeç, ka hi në anë të djathtë, ka marrë gjithë gjoksin marrë, ka dalë në anë të majtë, duke hek 2 nobe në shpënjet, duke hek 2 bri, edhe për muj, unë me bab dëshmor pune, i rritun vetëm me non, imagjinoni statusin edhe gjendjen e nonës teme që doktorët masi kama dhe u bana për me ripërqafu jetën, thoshin harris nuk dishim ati në shtrat në koma ishe maron apo nana jote që ishte e zezë në ftyrë. Që ishte dhe kujtë jote? E zezë në shkreta vetëm me mu, e la i koti 30 vjeqe, aja venosi që jetën me nda vetëm me këtë djali 16 vjeq, për muj tona, mjekt nuk nefshin asi garanci, a do i jetoj, a nuk do i jetoj ma. Por, zoti ishte me non teme me mu, dashnia e qytetit, e lutjet e qytetit ishin prap me non teme me mu, e sot jam ai harrishi kam fatin me fol me Leonardin Rishtas, edhe me shihu prap. Ta maj zoti Shnedin e dhash zoti lumturin. Faleminderit edhe bashkë me ju. Kjo është pak a shumë. Mani qasja politike, domosdoshmërisht do ata shote te e djathta. Patjetër. Prejardhja faretisnore aty e gjasha vetin, mendimet konservatore në kanë bazë gjithmonë me pate e djathta, edhe aty ka kenë qasja një angazhimi në PD, komisioner, antar, komisioner zgjedhjesh, kryetar komisionit, nën kryetar komisionit, bashkë me miq e shok, gjithmonë demokrat, edhe përtej shumë, se Shkodra në Shkodër nuk ka kenë me fjalë, nëse ka kenë titull në Tiranë e sipër në periudhën që flasim, me thonë demokrat, sepse ka kenë titull edhe ka kenë titull kalorësiak bile do që me thonë demokrat ka kenë gjë në Shkodër nuk ka kenë kështu, unë jam i pastër me fjalë, nuk kena kenë në dallimi, sepse Shkodra ka kenë e tona demokrate, Shkodra edhe sot pavarësisht kraheve ku voton, Shkodra është demokrate, edhe nëse voton ndryshe sot, Shkodra vazhdon me kënë demokrate, voton ndryshe sepse janë emna që e kanë zhgënyu, janë njerëzit që e kanë zhgënyu, po jo një dashnia që i ka për demokracinë. Po të studim. Kjo pastaj me kohën evoloi, marrova fakultetin e parë, marrova fakultetin e dytë, njësitë politike erdhen duke marrë trajta dhe forma. Në një periudhë pak më të hershme se sa kjo që flasim ne bashkë mora edhe drejtimin e shoqatës Dyprilli. Shoqata e Dyprilli e drejtova, u mundova me konsolidua dhe drejtova për disa vjet me shumë dashni e përkushtim. Lash dorëheqjen para 2 vjetëve për arsye të asaj që ju pyeta ju në fillim, a keni barriera? Tim pe jo, mu doshin me mvu barriera, me fjalë nuk pranova, për mu gjaku i Shkodrës
gjaku i Shkodrës e gjaku i martirëve është përmi partit. Edhe kushdo që mendon që mund të blejnë gjak, mund të ketë rezultat për momentin, për oren, për muin. Por gjaku, unë mendoj që gjaku nuk blehet, me fjalash nër ato gjaku e sakritica nuk blihen as nuk duhet shiten. Absolutisht. Kjo është në vijat trata, Leonard, Ju kuptoj. paka shumë jeta me dy fjalë. Unë të jam mirënjohës për këtë prezantim dhe prapë them me zemër uroj që falë Zotit që ti je dhe jeton dhe je ky që je sot dhe je ai që ka dhënë kontributin maksimal për demokracinë e Shkodrës apo të Shqipërisë në përgjithësi, sepse nuk duhet të harrojmë që thash edhe në fillim, nëse ne sot themi mendim të lirë, nëse ne sot flasim, është fal atyre, fal jush, pra fal dëshmorëve të 2 prillit, fal çdo kujt që ka dalë në shesh, qoftë në Shkodër, qoftë në çdo cep të Shqipërisë, për të ndryshuar atë sistem dhe për të thënë që jemi në demokraci. Por, shikaris, në mënyrë natyrale, më lind pyetja, sot, mbas 35 viteve, që ti bën një bilanc të vetës, të kontributit, të çdo gjëje tënde, çfarë bisedon me veten sot mbas 35 viteve? Ku e kemi Shqipërinë? Atëherë, Leonard, nëse flasim filozofikisht, demokracia nuk mund ta mohojmë që për merita i popullit stërvujtën, për sakrificat një popull stërvujtën, demokracia në kuptimin bazë fjalës në Shqipëni erdhë. Në 91-shin, në 92-shin, demokracia erdhë. A ishte ajo që kena ndërru, a ishte ajo që për cilën kena lexu. Unë thëmë që sot e kësaj ditët nuk ishte. Filloj duke u shit kauza 100% demokrat, edhe më nej vazhdoj me rallë. Bazat ku duhet të mbështetej, bërthama ku duhet të mbështetej Partia Demokratike aso kohë fituse, isht për njekunit, isht për nart, ato qenë fillesa që heret u lane në harres lotrajtune si njerëz dorës dytë. Çdo në e pranurit e Shqipëri i Partisë Demokratike kjo është e vërteta. Njerëz që duhet ishin për thama e Partisë Demokratike u lane si individ dorës dytë në Partinë Demokratike. Edhe kjo ka ba për mu qarjen e madhe që e ka mjek si mallkim deri më sot, edhe shpjegon gjendjen ku është opozita shqiptare. Mendimi është personal, unë ndoj si mendim personal, nuk e thash në fillim, nuk pretendoj kur të kem monopolin e të vërtetës, por çka njej, kjo është. Jo, monopolin të vërtetës ne nuk e kemi, por ama kjo është e vërteta. Këtë du me nda, me fjalë, kjo është ajo që du me nda pa ndroje, sepse unë kështu e mendoj që ka noll, edhe kështu e mendoj që jashtë. Illtarizmi i ban dëm një shoqënie. Ne, pat me reminiscenca, vazhdojmë të kemi reminiscenca të përjullës komuniste, jena mësu me kult individi, edhe njerëzit sot nuk njekin politika shoqënore, qoftë djatha, qoftë majta, por i bahen illtar, kthehen njëlltar të liderit. Kjo i ban dëm pafundësisht një shoqënie në emancipim. Shoqënia me të ngërthyme, roft, edhe asë një gjë për komunitetin e gjanë. Kjo dikur duhet të marrë në fund, por për deri tash shumë gri e shohun situatën. Shiko Maris, sepse ti ke qenë 16 vjeç, unë në 91 kam qenë 13 vjeç. Pra, si thosh, kemi qenë unë në fillimi i adoleshencës, ti në mesin e adoleshencës, por kemi parasysh që kemi
të lindur në vitet 90, 91, 92 dhe lindën me këto figura dhe u rritën dhe u bën prind po me këto figura. Dhe a mendon që është bërë një strategji, pak nuk kam mendimin që është bërë një strategji kombëtare për të qenë kjo situatë që jemi sot. Sepse duke pasur parasysh të folë për ndjekut politik, që nuk i ka përkra Partia Demokratike, po si ka përkra atëherë, nuk i ka përkra sot, por problemi është që më duket se edhe ka ndihmuar në përçarjen e të përdjekurve politik, duke pasur parasysh që është disa shoqata, jo shumë situata. Pra, ndaj them që mendoj që është një strategji e hershme për të shmang, po thosha, se s'po përdor fjalë tjetër, elitat. Ka shumë spekullime mi të famshmën Katowice, Leonard, besoj se ti ke lexuar këtë. Po tjetër. De facto, nëse duhet me kenë fair me dëgjuesin, de facto asnjë letër konkrete që faktorizon, që vërteton që marrëveshja e Katowice ka ekzistuar, nuk ka. Ama për sa kena lexuar, edhe ai pamflet, ai manifest që doli në fillim vitet e para të demokracisë, duket shumë i qëndësishëm, duket sikur është zbatu fije për te, edhe nëse s'ka kenë Katowica vërtet fakt, fjallët që ka mbart, edhe që janë adresuar saj, sot për sot janë fakt në Shqipëni. Një për një, edhe në mos pas kenë Katowica fakt, implementimi i asaj çfarë përmban fabula e Katowice është zbatu pik për pik në Shqipëni. Me fjalë, pushteti vetëm është trashëgu, edhe asnjëherë nuk është dhënë me meritokraci, edhe as nuk është shpërnda me meritokraci. Kjo është fatkeqësia e këtij kom në këtë 30 vjeçar. Patjetër. Shiko, se do ecim, po nuk do rrim shumë këtu, por duke qenë që ju vetë jeni nga dy anët, qoftë nga babai, qoftë nga nëna, i përsekutuar me fjalë me ato probleme, dhe pra tamam që e ke përjetuar në kurriz komplet, qoftë problematikat e prindve të tu apo dajave dhe vazhdimësinë. Çfarë ndodh me të përsekutuarit harri sot? Pra, po flasim, u përdorën, u keq përdorën, u tradhtuan, ku diun, se di se çfarë fjalësh t'i vëm. U keq përdorën, u keq trajtuan, u mashtruan. Edhe kjo politik e Partisë Demokratike me aq stres vazhdon edhe sot. Ma i freskët rasti i zgjedhjes së avokatit popullit. E kishin kryetarin e përnjekur me politik, pavarësisht vlerësimit tim personal për të si figurë. Mund mos ishte ai, mund të ishte Ardian Elezi në kryetari i tij, me fjalë i la emrat e përveçshëm. Thjesht si ide. Flasim si institucion. Ishte kryetari i shoqatës përnjekur në politik, që ishte një nga kandidat për avokat popullit, edhe Partia Demokratike përzgjell Endri Shabanin, një individ me fjalë që unë nuk ja di fort për ardhin edhe nuk du me hi tash në debate jo se nuk janë dalë, por munohem mos munal të emrat e përveçshëm. Jo, merremi me kauzën, nuk ka rëndësi emri, u merrem nuk është problemi emrat. Problemi është se si është ndjek rruga, se si është bërë kauza. Kjo është kur trajtohet kauza me fjalë është gjithçka pastaj është derivat e keqja aty fillon, pastaj gjithçka është derivat i saj. Pa diskutim. Kjo është e dhimbshme me fjalë. Ndërkohë që përsekutuar me fjalë kanë vërthama, kanë guri themelit, kanë ato që nuk janë dorëzuar kurrë, kanë ato që kanë vazhduar, kanë edhe ato që kanë ditë me fal.
Nuk mund të mos përmend tash me snesh me fjalë Mandelën, nuk mund mos përmend Pjetër Erbnorin edhe trajtimin që ju bë. Nuk mund mos përmend shumë figura edhe trajtimin e egër të poshtër që ju bë. Pra ne I them që kjo duket si një marrëveshje në heshtje me fjalë e klasë politike për trashëgim. Ajo Kakovica famshme që ne themi, okay, e the edhe ti që nuk ka dokument diçka të shkruar, por sinqerisht me fjalë nuk ka nevojë të ketë dokument sepse e gjithë ajo është totalisht, si themi, ajo rrjedha që ne kemi edhe sot me fjalë. Atë thosh manifesti I Katovic, edhe në qoftë I Sajum, zbatimi I asaj sajese, po e quaj sajes në thonjza sepse duke mos pas të vërtetën a ka ken as ka ken, duke ken mit Katovica, po e quaj zbatimi I mitit Katovic, ka gjetë në Shqipni terrenin më të mirë edhe a zbatu me përpikmëri, fjalë për fjalë, ose si I thojnë shkodron të vjetër ingje për ingje. Ingje për ingje, tamam. Shiko, do ecim pak në kohë dhe do vim këtu të kohë të sotshme, me fjalë të periudha të kjo dekada e fundit sidomos. Partia Demokratike që në vitin 2013, me fjalë është në opozit. Dhe, okay, pra 2017 ishte ajo marrëveshja mallë, Basha Rama që po flitet dhe që është fol vazhdimisht. 2019 ishte djegja e zgjedhjeve lokale, pra mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale. Në 2021 sërish gjithë e dim se si shkuan zgjedhjet dhe aty ndoshta opozita ka qenë më afër se kurrë në këtë dekadë për të fituar zgjedhjet. Në ngrata e Berishës, problemi I Berishës me Partinë Demokratike dhe shpërbërja do thosha e Partisë Demokratike në atë periudhë. 8 janari 2022 që për mua paktën më sa kam patur mundësinë të lexoj, nuk e di se ka ndodhur në një vend të botës që brenda një partie të shkohet drejt një lufte civile. Dhe të gjithë ata që me 8 janar të 2022 dikush ishte brenda dhe ata nga jashtë sulmonin hynin brenda, sot I kemi deputet, I kemi të zgjedhur, I kemi në kupolat Partisë Demokratike, pra pa dasht me bën shumë histori. Haris, unë për vete kam mendimin, ndoshta jo bindje, unë kam mendimin që Partia Demokratike ka rënë në rehat duke qenë në opozit. Ashtë mendim që e bashkëndojmë. Për mu 8 janari është vula e turpit subjektit PD, është vula e turpit subjektit PD, si nga ona me fjalë pa paragjyku me fjalë si nga ona e kështjell majzëve po I quj, e si nga ona e kështjell tentativ pushtuesve. Për mu është ngjarja vula e turpit të subjektit PD. Kurse gjendja aktuale e opozicës për mu është faj motamo I leadershipit autokratik, I meritokracisë mungum, I vasalizimit, edhe I merkatos oligarkike që lot me ca figura që I ka mbrën si don e kur don, e I qën ka don e si don. Duket si loj fjalç, por kjo është e vërteta. Kurse sa I përket atyne që janë kthy, besoj Leonard që tashmo të dy e kena aq mosh sa mos më na bë për shtypje kjo gjë. Sepse Berisha renegat nuk është hera e parë që I qase I don. Berisha ato njerëz që e kanë e kanë poshnu ma shumti, I ka rikthy duke I shpërbly me ofiqe.
Ti e kujton, kja nuk ka shtërisi për Berishën e për partinë. Po jo mos e ke që me konë e për Zogajt, Arben Imanin, Imami, Gens Polo, pra, gjë mos pashko, etj. Indjeri. Me shumic, nërkohë që qenë restart, quhen janë tont, aty i kena edhe hec. Renegat i ka pas gjithmonë shumë qef doktori. Kur më thojnë Harris, po me figurën e doktorit, unë nuk kam pas kur dorë që mu shprej. Doktori ti jena rrit me frymen e Beris. Edhe nëse flitet për dashnia për Berishën është patologjike, edhe nuk ka të bëjnë me bon sensin. Çfarë du me thonë që ta shtjelloj? Mu me më thirr doktori për halë vetin, edhe sot unë i shkoj se jam rrit me frymen e tij. Am kupton? Me fjalë jam rrit me dashnin për te. Kurse politikisht për mu ai njeri duhet i thojnë vetit të mjaft. Me fjalë e ka katanis opozitën, me fjalë autoritarizmi i tij e ka katanis opozitën e ka si OJF është bërë. Kupton. Edhe që më vjen më keq tashmë në rivitalizimin që ka dalë një udhëzim për rivitalizimin e antarësisë, edhe në atë udhëzim ka një pikë D që thot përjashtohen nga partia ata që i kanë shpreh publikisht mendim që bjen në kundërshti me normat e partisë. Të kujton gjagjin e nver mota mo. Edhe për mua është të mërshme që ka një brez edhe goxhat formum përmend këtu Tedin e Shkodrës, Tedi Koplikun. Po. Që bota është edhe kryetari i Brengrenit, që një i ri me një formim perëndimor, me një prejardhje konservatore të pranojnë një udhëzim tillë me i pikë tillë, është katastrofike, është jashtë menës. Në fjalë, nuk e kuptoj edhe brezin e ri që po i vjen Partisë Demokratike, po i vjen një brez vasalq, një brez që ka frikë me thonë fjalën, një brez që të kurrët me marë pa meritumen, jo me marë me meritokraci e me luftat që i takon. Kjo është të mërshme, por... Jo, më thënë drejten më shumë se gjithë shka kjo më bën çudi. Në qoftë se ju, pra ta lidhim me ndryshimin e sistemit të viteve 90, që ose ju dolët përballë atij sistemi dhe që vut gjithçka në rrezik, por pa ditur se për çfarë dhe ku po shkoni ju, pra sepse se kemi njohur demokracinë, se kemi dëgjuar se si është bota për te. Pra, dhe sot që janë të gjitha këto mundësi, informimi, zhvillimi, bot kuptimi e gjitha, mu më bën çudi fryma që po vdes, shpresa që për mua është e vënitur se s'po them e vdekur, pra më bën çudi si ka mundësi që të pajtohet me këtë lloj autoritari, ku diun, këtë lloj sjellje. Të thosh, Leonard, nëse kujton fillin e bisedës, të thosh illtaria po e vdes demokracinë. Këtu ke illtar, nuk ke ndjekës, sepse ke ndjekës, këto janë me mentalitetin e sklavit Nietzsche, këta nuk janë njerëz vasal, janë vasalizu, janë turmat vasalizume. Me fjalë, unë kam filluar thymjen sepse shumë njerëz thonë kur gjykojnë, sepse gjykimi popullor ti e din se është sport i rënd në Shqipni. Pa diskutim. Shumë njerëz kur gjykojnë thonë Harris urno tamun. Po tashti e gjenti me thonë dhe që të bjerë tash në opozit, dhe që të bjerë. Atëherë do të them dy gjëna rresht. E para, unë nuk e kam thonë tash në opozit. E kam thonë në 92-shin kur s'ka guxuar me thonë kush. U bate
mbrëmje komemorative për 2 prillin, 92-93, nuk e kujtoj, më fal, diçka fillimet kur ishte Partia Demokratike në Kupa, edhe u mbledhshin në bërë kalosën e Zafat, paria, pas një të plagosën edhe pas një familjar të plagosën ve. Ose të viktimave. Edhe ka qenë një gazet në të kohë, e drejtote një djalë Alban Kraja që bën tash ca gjana të bukura në internet për kam parasysh. Alban Kraja, Gjergj Zefi, drejtoheshin atë kohë gazetën Lajmtare. Edhe Gjergj Zefi më duket ka një portal tash që e drejton vetë, mos qofsha gabim, një pamfleti, nëse që mos një gjë. Edhe në atë kohë drejtonin një gazet shumë të lirë. Edhe unë edhe e re këtë gjë, edhe pavarësisht rinisë teme, me atë nervin e djalotit e shkruaj, them, si është e mujtën, mbledhet paria edhe që kjo është turpe faqja zez. Që në atë kohë filloi thyrja. Unë prisja me fjalë, është bajate, por difton thelbin. Prisja me marrë një telefon, në atë kohë ishin vetëm telefonat e shtëpisë, Leonard. Po diskutohet, po si jo. Prisja me marrë një telefon në komitet ekzekutiv dhe shkoj mend ka qenë një djalë, sa shumë s'kam zor as dorca me thonë emrin, një far Pirolito. Edhe më thotë, shkoj me marrë telefonin se më kishin thënë ka dalë numër për familjen. Më thotë, se meriton thotë numrin, thotë, ke shaull heqjen. Unë jam thu kam humbur plumin gjoksit që me shaull heqjen. Ti më thu kam shaull heqjen e re, po kjo ju komunista jeni edhe ju. Edhe që aty me i fjallë e kam thonë edhe kur kena kënë pupa, jo tash që jena në pozit. Vitet rjallin edhe më thojnë që të kapim sotmen. Jemi 2 bashkëbiseduesa edhe më gjykot ti, ma nej tjerë që nuk kanë mundësi me kënë bashkë, po në një gjojnë të faktin. Pse harris sot flet vetëm për opozitën? Koft. Për këtë flasun, mi fjallë. Unë tjertë më kanë vra, tjertë më kanë hek prej punet, tjertë më kanë denigru. Këtu të opozita të më pa shpresen. Kur shof që po më des shpresa, ajo është halli moj mal, ajo është të meri moj mal, mi fjallë. Kur të vritet shpresa, për një njëri ka marrë fund gjithçka. Edhe pra me e flas, por turmat kanë qef me gjyku edhe pak me kuptu e me menu. Kjo është fatkeqësia prap tjetra që na njeh për vitet. Shumë vërtet kjo. Shiko, Aris, nëse i bëjmë një rezume, sidomos vitin 2025, sepse është vërtet ajo, unë jam plotësisht dakord me ty që të flasësh për qeverinë Rama, flasësh për mazhorancën, është gjëja më thjeshtë sot. Gjithë i dim skandalet, i dim problemet, i dim emigracionin se si ka rrjedh, i dim të gjithë këto. Por në 2025, më thonë të drejtën, ishte shpresa maksimale që do kthej e djatha në pushtet. Dhe besoj që as vetë Rama ndoshta në mendimet e veta se ka menduar që do marrë 83 mandate. Pra do ketë të lloj fitoreje. Aris, a mendon që o vodhën këto zgjedhje, apo mendon se u lëshuan në një farë mënyre edhe nga vetë opozita këto zgjedhje, duke patur parasysh primaret që në Shkodrant i kena thënë prej marre që është të filluan këto primaret, duke patur parasysh shumë figura që u lanë jashtë apo u lanë të spostuar cepave, duke patur parasysh drejtuesit politik të qarqeve që solli Partia Demokratike, sepse unë nuk kam asnjë gjë me profesor Boçin, Luciano Boçin, është akademik, është profesor, por pse ai në Shkodër? Pse ai në Shkodër, që Shkodra është bastion? Spati Shkodran, pra duke patur parasysh komplet ngjarjen. Kush është mendimi jot? Atëherë Leonard, për me mritë 2025 duhet bësh të zban shtjellimin që me primaret biles më do të qoj qik për para, do të qoj qik të foltoria. Foltoria një, se ashtu u bëllë i foltore tjetër që shko e mërë të parit 6, jo të 2.
u bë foltoria 1. Realisht, foltoria 1, mas qarjes smalle, mas fragmentarizimit të madh, mas skizmës smalle, foltoria 1 sikur po ngjallte zjarm e shpresë. Në tavolina u thirrën të harrumit, në tavolina u premtu meritokracia e munguar në vite, në tavolinat e para u bë një mea culpa, në tavolinat e para shumë njerëz erdhën kok ulën dhe sa pane që i morën revanshin mrena partisë, filloi sistemi i flakjes prap. Vendet e para u xun nga të njëjtit njerëz të kalbun që prej vitesh nuk i njohen si shoshunja leadershipit Partisë Demokratike. Ato sollën tarafin e tyne prap edhe u kthy në gjendjen fillestare. Edhe pranaj zullumet që përmendim të 2025 qeverisë nuk patën efektin që donte opozita, sepse opozita nuk njall shpresë, nuk njall besim. Njerëz për njerëz të inkriminum koha e zgjedhjes për shqiptar të keqes më të vogël nuk njeh më. Janë tashi ka mrit ndorëzim thënë jamër për me shku te ata të njëjtit prap më mirë po rrimi tu në sherehade ku jemi. A kupton një fjalë, edhe kjo është e tmerrshme. Shumë e Kjo është e tmerrshme. Pa diskutim. Kjo ishte pak a shumë analiza për 2025, Leonard nuk di sa keshi zoti me thonë. Jo. Shikoj, nuk është se mbet shumë për të thënë, sepse gjërat shihen, por është pjesa që mu më çudit më shumë. Thash pra, nëse kthehemi në 2021 me problemet e Berishës me Bashën, a mendon që sot është përsëri Basha që drejton Partinë Demokratike? Pra, jo Basha si individ, flasim si frym. Njerëzit e rikthym. Është ajo që i thosh, Berisha i dën renegat, edhe i dën renegat pikërisht se renegati bëhet vasali më i mirë. Ki parasysh me fjalë se këto nuk kena shpik në shqiptar të rrotën. Në shqiptar mjafton me hulumtu e me pa politik banjën e botës. Renegati bëhet me fjalë renegati kur e ri merr në sqetull bëhet vasali më i mirë. Një gazmend bardh që unë nuk e kam një herë Bashën që sot e etiketon Berisha edhe tani udhëtarët e Berish, traftari i poshtri, unë nuk e kam një herë, edhe kjo është fakt që ata unë nuk e kam një herë të vjellë vrerë për Berishën e për familjen. Gazbardhin, unë e kam një duke vjellë vrerë për Berishën e për familjen. Sot e rimorin në sjetull, Gazbardhi është mbrojtës si kavaljeri numër 1 i Berishës dhe i familjes. Pra ne, ndoshta duke pa shkumet, duke pa që njerëzit që i ka marrë edhe herë, i ka ripeshku edhe herë, i ka pas basalt, ma të rregullt, ndoshta Berisha pra ne i don të tillë njerëz dhemje, pa karakter, pa burrni, pa fjalë, pa si gjë që duhet të ketë një individ i lirë e i pavarur. Kjo është qasje personale, unë nuk kam unë e kam thënë mund të isha shumë më qetë, shumë më mirë, shumë më nevoja familjare të kryme, sikur të kisha kënë edhe një nga këto vasal kry ulën, mirë por unë nuk mund të rri pa i thonë gjanat që ndi. Mu më banë përshtypje, edhe e thamë edhe në tavolina miq, me demokrat që janë shumë më demokrat se deputet, e thamë, unë nuk pres në i mrekulli, por edhe që tjetë për shembull kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, dalin media
30 mikrofonat para, edhe të shprehet Rama, edhe I thot gazetarët vazhdo një vetë. Ore, këtë mund të thonë një militant. Se thot një militant. Po ti I bjen që ti je vlerë, ti je njeri që kërkon mjekës, ti në qo se je ti Rama, pika në raft edhe ne që t'gjim mrapa. Shumë adhim që kjo ka vdek intelektualizmin janë njerëz pa po jo ma nuk ecet në këtë mënyrë një historia kërkon evolim, historia kërkon njerëz të formuar përballojnë debatin, jo njerëz ku I thret Shameti. Kjo dhe më falë bjede se ka I herë edhe marrë si ryshë shpërtej me fjallë. Jo, shumë, okej, se unë përpiqem të jem pak më, si thush, më I stopuar, sepse duhet jem përgjigjuesin, po jam plotësisht dakord me revoltën tënde, sepse ne nuk po kuptojmë diçka. Mirë, dakord, Rama, Berisha, PD-ja, PS-ja, në rregull. Po mu me çudit, më thëmë drejten, më shumë se asgjë, ose më dhëm, më shumë se asgjë, vdekja frymës, kjo që sa po the ti, historia duhet të evoluojë. Intelektualet ku janë, të rinj ku janë, pra, kjo është që të dhëm më shumë Aris. Vasalizim, Leonard, vasalizim I plot, unë ta thosh, me Aris, 50 vjeçari, edhe Leonardi aty afër nuk pajtohna me një udhëzim. Unë të them ashtu udhëzimi që ka dalë ju do ta nisi për qef me WhatsApp. Udhëzimi I pika D thot përjashtohen thot nga partia ata që shprehin publikisht mendim që bjen nesh me vijën e partisë. Çfarë është kjo mendim që bjen nesh me vijën e partisë? Po çfarë kjo komunizëm? Jo, shiko, unë edhe pse kam kënë adolescent apo fëmijë në kohën e sistemi tjetër, a ke parasysh, atë për të gjëra na përjashtonin nga klasa apo nga diçka tjetër në shkollë, po imagjinosh sot 2026. Ore, I vjen turp, e kam shkruajt një status, I vjen turp llagapit demokratik me këtë udhëzim. Partia demokratike, llagapit demokratike I vjen turp nga ky udhëzim. Qa ka për demokratike kjo? Edhe për ma tepër ta thosh, hajde I bajnë të mena, derë të brezi jem, derë të na 50 vjeçarë. Por mos mu shprej për te, brezi I ri, ka forum rinor, ka bren gren, ka nuk shprehen, nuk thonë, nuk dalin rinia e ati subjekt me thonë, ore, ashtë motamo komunizëm kjo direktiv mor. Nuk nihen, kjo ma ne difton që ka I vasalizim plot, njerëz që presin me fjalë vetëm kush do t'i emnoj e kush do t'i ven, edhe gjithçka e marrën në fund me fjalë. Meritokracia e hellun në kofsh. Kjo është e tmerrshme, por kush është mendimi jot për partitë e reja, qoftë për Lapajn, qoftë për këtë Shehaj, tashi, çfarë nuk dëgjojmë? Patë se ne që jetojmë në diasporë, ndoshta nuk kemi, I shohim gjërat me gjak pak më të ftohtë, por për çfarë dëgjohet atje në Shqipëri, të gjithë janë me Ramën, pra, Berisha thot të janë patëricë e Ramës, këtej në zgjedhjet lokale të Nëndorit, për të zgjedhjet e pjeshme, bashkëpunuan me këto parti, ku mendoj unë, prapë mendimi im, është që në zgjedhjet e pjeshme të Nëndorit ishte një bojkot I modernizuar në kohët moderne, jo si bojkoti I 2019-s, sepse të dalësh me kandidat të pavarur, të varur, se që isha ajo loj idiote, dhe mos zgjerrësh figura politike, ku diun, vetëm ata e bëjnë ndoshta, se di. Pra, ku diun, një mendim, një shtjellim I joti që je atje, që e shikon situatën nga brenda Shqipërisë. Po e filloj nga fundi, mos zjarrja e figurave politike
për mu nuk ka kënë loj, por ka kënë katandisje. Me fjallë... Tradhti, për mu... Katandisje, se tradhtia... Kuptoj. Mund qase të mërën pa jashtë katandisje, deregje. Me fjallë, Kuptoj. deregjeja nuk kishte, Leonard. Jo, nuk kishte. Deputet, me fjallë, që kishin marrë vota, e kishin dalë me listat hapur, e kishin marrë vota për me dalë deputet në listë hapun, si burrat e si burneshat, nuk ja morën për cipër, nuk rrezikune një vend të fitu me shumë mund, kur tjerë të merrshin qyll, edhe kishin drejt, nuk rrezikune një vend të marrën me shumë mund për me kandidu, edhe ishte katandisje deregje që i shkoj me kandidu me gjithë figura gjasme të gjithë pranuara. Me fjalë ishte katandisje, nuk ishte filloj që nga fundi. Kurse për sa i përket partive të reja, do të tham një gjë që shkon kundra, çdo gjaje që jam. Me fjalë kundra prej ardhjes, kundra qenjes, kundra asaj që besoj, unë shoh brum, shoh mirësi, shoh dëshirë, vullnet mirë për me bë diçka të mirë për vendin vetëm te Arlind Qorri. Edhe është e tmerrshme, e çuditshme kjo. Një konservator me pikpamje të djathta, mos të djathta ekstreme, të shoh vullnet mirin të një marksist. Është paradoks, por duke pa individin, duke pa si asjall, duke pa çka ka bë, duke pa fjalëmajtin, është i vetmi që për mu meriton i not të mirë. Kjo është e çuditshme. Jo çuditshme, po kjo është e dhimbshme. Imagjino Haris Murana i përsekutuar nga dy anët, i plagosur me plumb brim, që adoleshent, si thosh, i lindur dhe inshallah jetë gjatë edhe 100 vjet tjera, por do vdes demokrat konservator dhe thot këtë, kjo është dhimbje. Nisa duke thonë që është paradoks i jashtëzakonshëm, por kështu e shoh. Nëse nalen te figurat e vlerësim figurash për te politikës, kërkush nuk mund ta mohojnë që Rama ka një PR të jashtëzakonshëm. Me fjalë ka dal një lanë e re, nëse e ke njek në kurrikulumet e universiteteve, Leonard, që thonë menaxhim perceptimi. Punojnë për para për të menaxhu perceptimin e njerëzve që me ardh natyrshëm te përkrahja për to. Edhe në këtë Rama është mjeshtër, është mjeshtër i fjalës, ulet e flet sot në parlament 3 orë, len 40 porreca të opozicës, nuk din me i kthy përgjigjeve shbërtasin prej vendit. Ndërkohë që kanë kaq shumë me thonë, nëse burrecat nuk bëhen burra, shtëm që shtej model e burrë. Mirë, me që erdhëm ke parlamentin, me fjalë gjatë bisedës tënde, sepse do kthejmë sërish pak në fundin e 2025-s, por kush është mendimi jot sot për zgjedhjen me fjalë se si u soll opozita në parlament me votimin e kësaj grupit paqes botëror që po bën Trumpi, ftesës Trumpit, më thënë drejtën, më duk si një lojë dhe si një dorëzim pa kushte, si ku diun, por kush është mendimi jot? Vasalizim, Leonard, vasalizim, edhe vasalizimi mane është kthehet në mënyrë të jetumit. Vasalizimi mane kthehet në mënyrë të jetumit. Me fjalë, kishin frikë edhe me votu kundër një gjaje që de facto nuk është ala si gjë, sepse
Roma nuk ka nënshkruajt për vedi në Davos, nuk ishte në Davos me nënshkruajt për vedi, me fjalë, edhe opozita voton në unison diçka që nuk është noje realo. A kupton? Me fjalë, është edhe këtë e bën me shpresë se dikush ndoshta do i përkrahin, sepse shohin pa zotësit plot të vetja për me njallë besim me kthy shpresë, me tërhek turma e me ardhë në pushtet ashtu si vihet. Me fjalë, tentojnë lloj-lloj artificash, bëjnë jesmenin, vasalin, nërkohë që mushen me turp. Ishte edhe avokati i popullit para kësaj. Po pra, se shiko, do të them tek avokati i popullit. Unë ja 3-4 ditë mbas që u zgjoll ky Edri Shabani, u kisha të ftuar Klevis Balliun. Dhe gjatë bisedës, e kam të regjistruar në YouTube, do ta çosh edhe mi thë do ta nisi që ta dëgjosh edhe ti. Gjatë bisedës më thot, unë firmosa thot se më tha Ina Zhupa dhe firmosa pa lexuar se çfarë po firmos. Tani, mo me la pa tekst, pa fjalë, ti është deputet i Parlamentit Shqipërisë dhe thuash firmosa pa lexuar çfarë po firmos, kjo se besoj se e bën dikush, ku diun, me qenë analfabet. Mos paku, mirë na ke kena deputeti pjen kjo lloj përgjigjet, mos paku ka diciturën, kjo lloj përgjigjet, mos paku ka diciturën, mirë na ke kena deputet. Por, të dy jena të qartë që nuk është kështu. Pa diskutim, pa diskutim. Shumë më thellë, por edhe ai justifikim bastard me fjalë, justifikim jashtë çdo lloj logjike, jashtë çdo lloj, por si mund na flasim për fëmijët në shkollë, nuk firmosim i gjë pa e lexu 17 herë, ai flet për fatet e i popullit, e thot nuk e lexova malla me firmosa. Ç'e? Ore, a kupton çfarë bajat dhliku, çfarë llumë, edhe mani thonë pse nuk dalin njerëzit, po si me dalin njerëzit qesh mas kësaj hordhije. Lënë mos është, nuk kam fjalë, nuk di çfarë them. Kuptoj, është vërtet. Po, shiko, kemi dy foltore, nëse mund t'i quajmë foltore tash. Foltora 2 Berisha dhe foltoria e Saljanit, apo një lëvizje e Saljanit, përjashtimi i Saljanit, e ku diun, kush është mendimi jot apo si e shikoni ju këtë lëvizjen Saljani në Partinë Demokratike? E para, duke keni qashtër për sa i përket vlerësimit figurës. Edhe Saljani ka hyrë në ata për të cilët unë nuk kam pas ndonjëherë qasje me respekt. Pse e tham këtë punë? Unë nuk kam qasje, nuk kam respekt për këtë do delfin që i ngjet shkallë hierarkike një subjekt si derivat i majtjes në shqetull nga njeni apo nga tjetëri. Për mu, shkallë hierarkike të një subjekti politik duhen ngjit nga sakrificat e nga meritat. Qysh këtu, besoj e thash për te si individ që deshta me thonë. Kurse televizja, jam përkras nëse nuk do i shkosh, nuk i shkoj në mrapa, sepse nduket sikur po shes vetin, por jam përkras i asaj që thot pa fund. Edhe është e turpshme, kthehen te pika D, është e turpshme ti të thush i përjashtuar për çfarë? Jo, është e çuditshme se kur shkoj në burg, u quajt i përsekutuar i politik, i burgosur politik, apo diun çfarë duhesh për i themi. Doli nga burgu, tashi u bë ai djalli apo u bë gjak prishsi, ku diun, dhe kjo mënyra ai ishte kriminali gazbardhi që po vritte demokrat me telefona, me ramen, me këtë mate, edhe sot është kryetari i grupit parlamentar. Po
Kjo është lojë kaq e fëllisht me fjalë sa unë nuk I kuptoj me fjalë, edhe jelltar ja kuptoj e justifikoj dashnin patologjike që mund kenë për liderin. Por kjo lojë shumë bajate me fjalë, kjo lojë që është shumë bajate si lojë. Këto kthesa, këto pirueta, këto balerin dhiqe 360 gradë, njerëzve pa karakter që lpin sot që kanë kështy dje, kjo është e turpshme, ndërkohë që ti po përjashton, kërkon, tenton, sepse me status juridikisht nuk mund ta përjashtosh një njeri nga partia për mendim ndryshe, por po e kthen tash edhe në udhëzim, se nga statuti nuk ta mund po e kthen në udhëzim të brendshëm, që më ja dalë edhe kësaj punë, si me shumë tjerë, po kjo është e turpshme, çfarë po thot në fund të fundit pavarësisht vlerësimit tën a priori për Saljanin si individ. Ore, në këto foltore, qa po thot gabim, të lutem dalin njeni, ja bani Pjerin Mero në Lezhë, ja bani Suelcela në Elbasan. Ja bani Suelcela në Elbasan. Ore, dakord, ja bani këto. Për Partinë Demokratike, për qa po vunë mërën Partia Demokratike, për plakët e mërënshme të Partisë Demokratike, qa po flet gabim, zoti Saljani? Duhet ma thot dikush, ore të më thot, arris, Saljani në këto foltore tia që I ban, flet këto gabime, apo është gabim që I ka dole kundër Salës, po dole kundër Salës, je I përjashtu një gabim. Vetëm kështu përkthehet, se nuk gjej gabim, nësi fjalim ti nuk gjej gabim. Flet për meritokraci të mungume, flet për njerëz të harrum, flet për masa që nuk gjejnë më shpresë besim te Partia Demokratike, flet që duhet me shku njerëzve shtëpi për me ngjall besim edhe herë. Ku politikisht ku po të thënon Partinë Demokratike ose ku është gabimi I Saljanit? Kuptoj. Ares, shiko, do të bëj një pyetje pak më drejt për drejt. Doktor Berisha, a mendon që është I marrur peng dhe është I detyruar të veproj kështu, apo Doktor Berisha ky është dhe është I pandrejtshëm? Flasim peng nga kupola PD-s, pra nga brenda Partisë Demokratike, të kuptoni. Të jesh e para, po e filloj, të jesh I sigurt që nuk kam dorca me menu ose me thonë. Jesh I sigurt, por po flas lirshëm dashnia, rritja me frymën e tij nuk më lën me menu deri te shitja. Për mu, ndoshta koha e tij ka kalu, edhe këtë ai me kokëfortësi nuk po e kupton. Me thonë I shitun jo më lëm, po do më dilte gjoksi vendit me fjalë, me dal nesër një I fakta I gjatë që është I shitun, do më dilte gjoksi vendit. Edhe pranej jam shumë I rezervuar me thonë të tillë gjë. Duhet të mendoj që kokëfortësia e një burri tashmon mosh e bën me I pa gjonat në kanë vështrim që jo realist. Kështu e shoh pastër ta kam Leonard, se po ta menoja ndryshme fjalë. Jo. Do e thoja. Të kuptoj, por duke patur parasysh komplet. Qose aty kam shumë të shitën shoh aty mbrëm. Edhe me pa pyet për tjetër, I tham edhe s'mnalet goja fare. Kurse për te, është ajo që thosh, është ajo dashnia patologjike që por e s'mallin zemra me thonë, nuk di si ta shpjegoj me fjalë, por do më him të shumë me fjalë, do më qahi gjoksi sikur nesër mas nesër të dalin një gjë tillë, do më qahi gjoksi. E vërtet, është edhe po thësh se është totalisht e pa konceptueshme për dikë që është rritur me atë frym, është rritur me atë si thosh me atë dashuri, me fjalë dashuri flasim, dashuri politike, po dashuri zhvillimi, por sinqerisht Ares, jo vetëm ju,
por dhe ne që jemi, po themi, militantë në një parti, apo thjesht përpiqemi ta shohim politikën nga jashtë, nga larg, kjo është një zhgënjim i jashtëzakonshëm, sepse për vetëm nuk është thjesht kupola e Partisë Demokratike, por edhe ajo që ti vetë the gjatë bisedës, nuk po shohim një hapje, nuk po shohim prurje të reja, nuk po shohim frym. Çdo fjalë apo çdo frym që kërkon të ringjallët, kërkohet të vritet, të mbytet. Dhe këtu them unë që ose është i marrur peng, unë më shkon edhe mendimi tek vetë dorëzimi që më mirë të jem kështu në opozitë se sa të cënohem diku, dhe duke patur parasysh e njëjta kupol vazhdimisht me Flamur Nok, me Edi Palok, me Albana Voksh, me ku di unë sa ka aty, me fjalë. Por një pyetje tjetër. I fundit mbyllin derën, thonë Shkodant kur dojnë me po shkon funi, shkon gjatë dera. A mendon, shiko, me datën 1 dhjetor të 2024-s, pra 3 ditë kur doli Berisha nga arresti i shtëpisë, më tha, e kam pasur të ftuar, kam qenë, po them, jo përmburrje, mos të shkutoj dikush, por i pari gazetar, moderator, që Seri Berishën, kur ka dalë nga arresti i shtëpisë, ka qenë në emision me mua. Pra ka qenë konferencë për shtyp, po flasim në një emision 2 orë, në një bashkëbisedim 2 orë. Dhe ma ka thënë shprehimisht, Leonard, unë tani do të gjithë bashkë ne duhet të pastrojmë shtëpinë tonë. Dhe ishte fjala për të pastruar Partinë Demokratike nga të gjitha këto që ne folëm, por edhe nga Sorosi vetë. Sot, me 22 janar, është pastruar Partia Demokratike, po themi të paktën nga Sorosi, se këta bashistët për e shofim i kemi aty. A mund ta përgjigjen me i pyetje, Leonard, me që ke shpesh nga pozita e dhonërit mend edhe jena thënë bashkëbisedues, i sati zhgënjim është ky, Leonard? Për zotin, jam i pa aftë të përgjigjem. Atëherë çka kam me të thonë me fjalë? S'kam çka të them tjetër përveç se këtë pyetje retorike që s'ka nevojë as përgjigje prej tjetër as prej meje. Thjesht me i sati është ky. Me fjalë është dhimbje, thojnë ka herë më mirë i fund me dhimbje se thoj dhimbje e pa fund, po ky e ka do mendën që është do jetë një dhimbje e pa fund me fjalë. Si duket do me marrë me veti, ndoshta e shef si atë krijesën që ka bë vet, edhe dën me shu me veti me kjo. Vetëm këtë shpjegim mund t'i jap, nëse nuk du me pa në prizmin e asaj të keqes të madhe që diskutuam pak përpara. Me fjalë, i vetmi shpjegim tjetër që i jap, duke mos dash me pa të keqen e madhe që do më qatë gjoksin, është mos e shef si krijesën e vet që e ka themelu vet edhe dën me marrë me veti, se përndryshe unë nuk shoh shpjegim tjetër, nuk shoh shpjegim tjetër, nuk ka fjalë tjera, nuk di as çfarë më shpreh më. Shiko, më vjen një pyetje nga një mik imi që jeton në Amerikë dhe po na ndjek, më vjen në WhatsAppin tim. Na përshëndet, Leonard, përshëndetje thot për të ftuarin, për zotin Morana thot, dhe sinqerisht thot, unë nuk po kam mundësi që ta shoh thot sepse është radio, por ma do mendja thot gjatë gjithë bisedës ky person do t'i ketë syt me lot me çfarë po flet. Dhe dua ta përqafoj, më fal se po lexoj live, dua ta përqafoj shumë përzemërsisht për gjithçka çfarë e tha dhe jam plotësisht dakord dhe i bashkangjitem çdo fjalës së tij. Por do doja 2 pyetje mja thoshe zotit Morana. E para thot, a do ishte e ullës dhe drejt që diaspora të ndërtoj një lëvizje të vetën dhe të jetë
si përurje e re në politikën shqiptare dhe a duhet diaspora me fjalë që të marrë forcën politike të vendit dhe tjetra a shef zoti Morana dikë që mund të jetë i gatshëm të përballet dhëm më dhëm me Sali Berishën? Atëherë po filloj prej kësaj dytës. Po përballet Saliani, por nuk mendoj se ka me qa, sepse është ajo që i thash në fillesa të kësaj bashkëbisede. Iltarizmi si reminiscencë e një të kalumet hidhun, i ka rrajt e thella në këtë tokën tonë non thuj zotnis, cilin e vonë e pëqnes, kurse e para, kur u morë vendimi edhe u lët drejta diasporës për votim, ka ken një ndër shpresat e mia të mëdha që duhet ishte një levë kontrolli, duhet ishte një levë fort kontrolli për ndryshim. Por politika e mbrapsht arrin me i qalla ata. Për mu diaspora duhet kishte kenë bashk e majtë e djathë. Pse duhet kishte kenë bashk? Sepse do kishte kenë, duke pas antarët e vetë në parlament, do kishte kenë një kontrollor i fort i politikë shqiptare, duke mos pas nevojat e hallëgjive shqiptar, duke mos pas të përditshmet e hallëgjive shqiptar, duke kenë të pavarur në mënyrën e jetumit, të pavarur nga pushteti, të pavarur nga politika, do kishte kenë një rregullator, një kontrollor i fuqishëm për politikën mrena tokës non. Mirë, por politika e mbrapa shqiptare arriti edhe diasporën me ba fije, kush i nonës, kush i babës, kush i tezës, kush i kuq, kush i verdh, kush i bojqill. Diaspora për mu duhet kishte pas 3-4 koka vullnet mira që t'ishin bashku për me pas zonin e tyre në parlament edhe me kenë kontroll. Sepse duke kenë i pavarur ekonomikisht, je shumë më i lirë, shumë më i pavarur për me i thonë gjanat ashtu si janë. Mirë, po fatkeqësisht nuk nolli ajo që unë doja të kishte nollu. Edhe me thënë të drejtën, për tej asaj çfarë thoti, unë duhet të thënë diçka më fal për ta përforcuar atë mendimin tënd, që nëse sot shteti shqiptar, pra Shqipëria sot, është e pavarur, pra që në 1912, duhet kemi parasysh që ka qenë diaspora ajo që ka marrë fatet e asaj kohe të dheut dhe u soll pavarësia etj, pra mos hyjmë të bëjmë histori. Dhe sinqerisht me ndërgjegjen më të pastër, do doja që diaspora të di të reagojë dhe të marrë fatet e vendit në dorë, sepse nëse themi Shqipëria është në hall, është keq, unë shoh kombin në rrezik, sepse Shqipëria po ndahet si tort, po dhurohet, po falet, populli po ikën, patëm çfarë kemi lexuar, po ndërtohen edhe 20 qendra pritje tjetër me azilant, pra po zëvendësohet populli me një popull tjetër, çfarë s'po ndodh dhe askush nuk lëviz. Si e shef Aris, komplet, sepse ndoshta ju që jeni aty të merr vala me vete, të merr përditshmëria me vete, po kur e shef që këtej Aris, sepse ti e ke provuar emigracionin, e ke provuar Amerikën, e ke provuar larg, jetën larg, pra kur e shef që këtej Aris të bëhet e frikshme më borrellot. Po e filloj me atë që më the na të diasporës. Pavarësisht se sot e banalizojnë, edhe shumë shpesh e përdorin pse kisha shpresa të mëdha. Sepse pavarësisht se e banalizojnë ato vargjet e famshme, ti në noke mos ki frikë se ke birt në Amerikë. Ajo ka kanë që 1912 ka kanë si vargje. Me fjalë diftoshin rolin e rëndësinë e jashtëzakonshme që ka pas diaspora shqiptare, edhe që në atë kohë pikërisht për faktin e pavarësisë ekonomike. Sepse
ca mrapshtina i ka thonë Gjaxhi Enver, po atë që varësia ekonomike të vjen varësinë politike, atë ka pa thonë mirë atë. E kena parasysh poshtë. Patjetër. Duke kënë diaspora, duke kënë ekonomikisht e pavarur, unë kisha besim të jashtëzakonshëm që do kishte vullnet të mirë që do i bashkonin për me bë pikërisht këtë rregullatorin edhe kontrollorin e politikës në vendin am. Sepse, siç po e thojmë, siç e the, katraura, shitja, copëzimi bëhet me dakordsi të plot të politikës shqiptare. Me fjalë, Rama po merret me Sazonin, me një nga firmat e mëdha, me Jared Kushner, me Ivanka Trumpin, ndërkohë në vend që me pas kundërshti, Berisha thot, edhe unë kam dash me dhon Sazonin që në kohët Berlusconit, thot me qenë. A kupton me qenë, a kupton? E kupton se ku jemi. Këtu është i halli mall. Me qenë këtu është i halli mall që për me rujt pozitat e vet politike, klasa politike këtu është një. Këto lojnat me fryme edhe prandaj do kisha pas shumë dëshirë që diaspora kishte pas zonin e saj, një grup parlamentar do kishte qenë mrekullia vet. Kishte pas një grup parlamentar të fuqishëm, me në legislativit shqiptar, njerëz të zhveshun nga kontrolli i përditshmërisë edhe i buks. Mirë po, nuk u arrit ajo, pavarësisht mundësisë të artë që kishin, mundësisë të artë që u dha, nuk u arrit edhe kjo. Shpresojmë të bëhet më mira, sepse besoj dhe jemi vetmi popull në botë, me fjalë flasim në botën perëndimore, mos shkojmë tek bota e tretë, që më shumë se ne shqiptarët fjalën shpresë nuk besoj se ka popull që e përdor, dhe më shumë se ne shqiptarët që zhgënjehemi nga shpresa prapë se besoj se ka popull kundë në botë. Si thuaris? Bashkohem pikën presje në atë frasë që thënë, pikën presje bashkohem. Do më të bëj një pyetje kështu, si thosh, okay, ne edhe mund ta shtjellojmë, por data 24 është pastesër. Jemi mësuar, kemi vite që thot revolucion, mosbindje civile, protest, sot dorëzohet Rama, sot do ikë qeveria me datën 24 ose me datën 25 janar. Dhe jemi me Ramën kryeministër apo me qeveri teknike? Nëse më pyet si e shoh. Po jo, si e shef. Jo si e dëshiron, si e shef. Në 25 Rama është në zyrë të vet, në koll tokë të vet, të pa punë të veta edhe të shpurs që drejton. Edhe e kam të pa diskutueshme, me fjalë këto lodra fjalësh, nëse je burr, rrin zyrë, nuk është politik kjo, nuk është njallje besimit kjo. Nuk mund qash nëse je burr, rrin zyrë. Qa këtu, do na me dojnë me bolla ka të viktima tjera. Shkëma, nuk njallë mërë besim. Besimi nuk ka nevoja para si viktim. Besimi është mos sheshin, të derdhet Tirana, të derdhet Shqipnia në shesh. Nuk është nga ata që nuk e ndjen Rama. Si ndjeu, a i kujton protestat e studentëve? Patjetër. A e pa dhe reagimin në pushtetit? Pam. Ose protesta e lëndëve kimike në 2014, mos qofsha gabim. U kthyn aty. Rama është nga ato që mat. Tash nuk mund të mohojmë Qezari që është Qezari, mat kur shef. Pa diskutim, mat pulsi. Me shpur jeni qersh në pjatës që ma shumë na vinë mua ty ndasëm fëmijë dhe po. Nuk e sa kam ne Leo kupton me fjalë që janë fjalë. Kuptoj shumë drejt, është zhgënjimi është aq i thellë
sa që edhe fjala nuk kryen punë, nuk gjen dot fjalë për të shpreh. Jam krejt dakord, krejt sif dakord. Dhe imagjino tash duke qenë ti, pra që si thoshe ke pas jetën në fjet peret, po ka shpëtu Zoti që është fëmijë dhe kur flet ti kështu dhe kur e shikon zhgënjimin në çdo fjalë tëndën, tani çfarë duhet të themi ne të tjerët? Pra, edhe pse mosha ime, me fjalë mosha ime që jemi gati moshatar me ty, çfarë duhet të themi, po imagjino çfarë duhet thot një që ka lindur në atë kohë. Leonard, mund ta fillojmë emisionin sot, edhe der sot një vit, unë me fol me ty vetëm emna demokratsh, qendrështar, sakrific, burrakoqa, që janë në përkam, janë anashkalu, janë leqit, e thamë shkodronqe, nuk marrëj. Edhe janë përkra njerëz delfin të pa fjallë, të pa burrni, të pa karakter, edhe sot i kërkon këtyne qendrështarëve pse nuk jeni. Ore, ka në fundit njeriu myll një derë të vetën. Leonardi masi të marrojnë në harrisin e të dojnë opinion për të mirën e kombit, në fundit ajo dera që myll është e shtëpisë vetë të fëmijëve të tij. Ti ke një jetë që njerëz si Leonardi, si Harrisi i në përkam, i harron, i largon. Edhe i thu, po kjo është hera, po ja lej herë, po lej herë. Edhe i herë. Vallai atë është fajon Aris që ne gënjemi me çdo herë. Marrë jeta. Shiko, mirë se marrë jeta, por me tar turp çfarë më thon fëmijës tënd? Kjo është tragjedi në veti. Se mi ka zonë fëmijës tënd historinë, se çka ke vujt, se sa je përplas, dhe mi thonë se sa je zhgënjur, kjo është tamam tragjedi, sepse të vjen turp t'ja shpjegosh fëmijës tënd. Dhe këtu e ka çu politika shqiptare brezin tonë. Dorëheqja jeme nga 2 prilli, se tash po flasim si Beluli, a dënë me të folë ma për Belulin. Po jo më vlla, po nuk është puna, po duke folë për veten, shpjegojmë disa gjëra të tjera, se nuk është problemi për të folë për të lëvdu veten. Dorëheqja jeme nga kryetari që qasë 2 prilli ka qenë motivi underground, ka qenë nuk doj me lanë me vu kunora kryetari bashkisë. Kre vlla. Me bukunora të memoriali. Ore, punora është pardon. Njeriun, kryetarin e bashkisë aktual, drejtor të fondit shqiptar të zhvillimit, ku dashin lekt me thas, nuk e kam ba unë, e keni ba ju. Unë, si kryetar shoqatet, 1-2 prill, unë kushto që vjen me vu një kunor, me ba një mea kulpa, vjen me kry ult, me vuj buqet lule mum në rën gjakun e martirëve, në rën Shkodrën. Si ka kja? Para pak vitesh, morne buqetën e Josefina Topallit, e ma holme ishin konflikte në atë kohë, Topalli me Berisha, nuk ishin si sot, nuk dija e kujton kohën? Po si jo. Në morën buqetën e Josefinës, ma holmen në krahanena, ore, po nuk të ban iltarizmi e politika ditës me gjyku një ngjarje historike se 2 prilli. 2 prilli është histori, 2 prilli është Shkodër, 2 prilli është gjak. Kush? 2 prilli është Shqipëri, po 2 prilli është Shqipëri, mërë. Kush mendon që vjen aty me vuj kunor, për mu sot kisha frym, i mirë se ardhën. Noshta në vazhdim nuk i na pas dorën, dahem në çdo gjë. E vu kunor, po na edhe për rode kena pas ana jon në shtëpi, në dekt ka ardhur gjoksi
i ke pranu muslimin, mani nështë aty ditë mrapa e vëra. Po kjo s'ka as njerëzore kjo gjë. Mund të kërkosh me fjalë me mrit. Kjo politika, kjo është bajatizëm, apo kjo politikë me fjalë mos lën me vukunore, po nuk ka normale, nuk qënë përpara i shoqëni, mor. Jena, shiko, Ares. Po, ju keni lane, ju keni ba Gramozin kryetar parlamentit. E aty Suleka me orë me fu kryetari i bashkisë komunale. A ka kanë ministri brendshëm Gramozi në atë kohë? Ministri me Koni të Prillit. Koni të Prillit, pra, sepse ka qenë ministri brendshëm në atë kohë. Kur inauguru pushti tjetër e Norit, ishte kryetar parlamentit e shkoshin tanë të mu roke, të mu përqafu me te. Por këto leadershipi është në Olimpi është Zeusi, këto mund të përqafohen, na poshtë me fjallë, Leonardi Harrisi nuk duhet lanë njët me vukunoren memorial. Po kjo është një politike mrapsht me fjallë, por... Kemi fej edhe vetë. Ares, qiko, du të panojmë diçka, që, pra, jo thjesht unë e ti, po flasë për të gjitha ta që kanë një mendim të drejtë dhe që duan të vërtetën, apo kanë një moral brenda vetës, të gjithë ne duhet të ndjehemi fajtor. Sepse të gënjen një herë, 2, 3, pa kur bëhet rrugë dhe ti vazhdon e më rrinë gjithmonë me qafë ullur, nuk ka më fajaj ai që ty për në kurriz. Mendoj unë. Duhet të gjithë ne t'i thrasim brëndësisë tonë, t'i thrasim asaj morales tonë. Sepse... Dhe thot, iltarizmi nuk i heku as një gram hisës fajt që më takon, jam me ty, por qa mund të bojnë Leonardi Harrisi se përveç një kësaj që po bojmë e po e shkjevojmë po flasë me fjalë që ne duhet të gjithë majtë djathë, shëndësi ka, por duhet të kuptojmë se fundit Shqipëria është e gjithëve. Dhe kur shef se po luhet me fatet e Shqipërisë, kur shef se po luhet me fatet e kombit dhe ti bën atë thjesht se hirin, për Zotin atër faj nuk mbetet thjesht tek ai që po e shet Shqipërinë. Çdo popull, kthejnë atë çdo popull meriton ata që ka si. Pa diskutim. Është vërtet. Shiko. Kjo është fjala tamam lapidare me fjalë. Bën një status në Facebook, personalisht ti ose unë, edhe thuj rroft. Edhe do shifsh lajket pafundme me përqafime me zemra. Bën një status kritik, edhe vulgu do të qojnë, do të ulin nga mjesi deri në darkë, ndonë se ti mund tjetë 15 herë ma demokratë, se gjithë se cili për tyne, vulgu do të qojnë nga mjesi deri në darkë, traftar, të shitur, të blerë, nërkohë që janë tanë shitun dhe të stërshitur për veti, por ti s'duhet me kritiku. Kjo është vasalizimi, kjo është merri, kjo është katandisja. Këtu e thonë këthy. Pa vasal nuk ka ma ndjekës, nuk ka ma mendimtar. To dojnë vetëm vasal, dojnë vetëm jesmena, urnos i urnon. Po fole, po kritikove, po thëtë vërteta, je u shpalla armik, edhe Armiku i popull. Haris Murana, unë të jam mirënjohës pa fund që më nderove sot, sepse me të vërtet ishte një bisedë që dolëm për te çdo dhe kërkojmë ndjesë edhe çdo dëgjuesi nëse kemi ngrit pak zërin apo fol si thosh shumë popullore në disa gjëra, por duhet të themi gjërat thjesht, sepse duke i thënë me këto fjalë të mëdha, ne po rëndojmë veten, po rëndojmë moralin ton, s'po kuptojmë çfarë flasim, por kemi nevojë për gjëra të thjeshta, të thuajnë gjërat troç. Ke diçka për të shtuar që dhe nuk e cekem, apo kishe dëshirë ta thoshe që unë s'u kujtova të të pyes? Ishte merita jote që më hoqe nga point e intelektualizmit e mblemu shprej lirë, po është ajo që kishte theksu
ai miku nga Amerika me fjalë, kur njeriu flet me sy të mushun e me shpirt bjerrën, ndoshta del edhe prej konotacionit të pranimit që ka një emision radiofonik edhe ja lejon vedit me në gjë edhe jashtë kulturët e jashtë. Por besoj që nuk kena mërzit kënë, se në funit kena thonë veç të vërteta, kena thonë veç që në ka një shpirti, jo keqdashje për kërkën. Kam një pyetje të fundit. Në është hera dytë që komunikojmë. Herën e parë kemi komunikuar dje në privat për emisionin dhe hera e dytë që flasim sot dhe live. Nuk e di, kam të drejtë në herë tjetër të bëj ftesë Haris Moranës? I njeri që len me fol njeriun pa tojza për Haris Moranin është ner me i ken edhe është ner kur e thret. I njeri që drejtësitetje që i nep hapsin njerit me shpreh qa i min shpirti, kjo e vërtet për dikën apo e pa vërtet për dikën tjetër, Harisi ka respekt e zakonshëm edhe gatishmëri të përhershme me i ken kur do që ai të ketë dëshirë me e pas. Të vetmën gjë që premtoj ty live, por çdo dëgjuesi dhe përmes teje çdo miku tënd, e vetmja gjë që unë mund të premtoj është vetëm kjo, që kjo media do jetë totalisht pa censur dhe totalisht vetëm e dëgjuesit dhe atij që ka për të thënë diçka të mendimit vet, siç ai e mendon apo siç ai e di të vërtetën. Me sonte për këtë bëhet garant edhe Haris Morana. Të janë minjos pa fund, përndoj pa fund. Gjithashtu mik edhe shpresoj që kena rastin mu pa dhe prej afër me tjerë bëllë i kafe. Pa tjetër, me linë zotit. Jam i letun edhe kafen e pi pa sheqer, kështu që... Soj ka e këmë, soj. Natën e mirë, të falenderoj. Faleminderit. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont Sonde, që sinqerisht për mua si Leonardo unë edhe e shijova si emision, por edhe u trishtova më tepër gjatë këtij emisioni, duke patur parasysh jetën e të ftuarit pra të zotit Haris Morana, që në moshën 16 vjeçare, pra në vitin 91 me 2 prill të 91-shit, ai ka dhënë gjak dhe Zoti e ka shpëtuar të jetë gjallë sot dhe të jetë në bisedë sonde me ne, pra që moshën 16 vjeç, sikur shpjegoja e vet, ka marrë plumbin mbri në demonstratat e 2 prillit dhe duke patur parasysh që të kesh një person të tillë në bashkëbisedim dhe të jetë kaq i zhgënjur, jo se ai nuk ka ditur të jetë në komandimin e jetës së vet publike, por të jetë i gënjur për atë që ai ka dhënë gjatë gjithë jetës vet për jetën publike dhe për të përcjell sa më shumë moral në të vendin tonë Shqipëri. Kjo është vërtet e dhimbshme, por shpresojmë që dikur edhe vetë populli shqiptar duhet ta kuptojë, rinia duhet ta kuptojë, diaspora duhet ta kuptojë që Shqipëria duhet për të dashur dhe jo për ta lënë dhe për ta tradhtuar. Të nderuar miq të diasporës, të nderuar shqiptar, mendoni diçka. Të gjithë mund të ikim dhe mund ta lëmë Shqipërinë. Të ikim të gjithë. Mos ngel asnjë shqiptar më në Shqipëri. Ikni, por diçka mendoni. Vetëm varret e gjyshëve tan nuk i marrim dot. Ata do jenë atje. Pra mendoni për varret e gjysheve, mendoni për dëshmorët e atij dheut dhe duhet që Shqipëria ka nevojë për njerëz që kanë mençuri, për njerëz që kanë aftësi urtësie, për njerëz që kanë aftësi të drejtojnë politikën
dhe Shqipëria duhet të jetë vetëm e shqiptarëve. Atëherë, natën e mirë, u përqafoj të gjithëve përzemërsisht, falenderoj për vëmendjen që ju kishit për ta ndjekur sonte në emision, për kohën që ju na dhuruat në natën e sotme dhe ju rikujtoj që nesër është ritransmetimi në orën 13 me orën evropiane dhe sot në orën 21 të mbrëmjes me orën e Amerikës apo në orën 3 pas mesnatës me orën evropiane është ritransmetimi pra vetëm në platformat Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, po ashtu dhe në website mund ta kërkoni windowradio.de dhe aty ju mund të ndiqni dhe ritransmetimin e emisionit, po ashtu dhe informacionet e fundit. Natën e mirë nga unë Leonardi dhe u lë takim në emisionin e radhës. Natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.